Vendet e Bashkimit Evropian janë dakordsuar për paketën e 21 të sanktsioneve ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë, duke vendosur kufizime ndaj sektorit bankar rus, por njëkohësisht kanë arritur një kompromis me Greqinë për të zbutur kufizimet ndaj gazit të lëngshëm natyror rus. 4 diplomatë të BE-s bën më dije se paketa ofron një përjashtim njëvjeçar që u lejon kompanive të BE-s të transferojnë gaz të lëngshëm natyror nga Rusia drejt vendeve të treta me mundësi rinovimi automatik. Shtetet anëtare treguan solidaritet me Greqinë, tha një diplomat i BE-s. Athena zyrtare nënvizoi se ndalimi i ardhshëm i shërbimeve të transferimit të gazit të lëngshëm natyror rus drejt vendeve të treta thjesht do ta zhvendosë pjesën e tregut jashtë Evropës dhe nuk do të ndikonte në të ardhurat e Rusisë. Greqia mbizotëron tregun evropian të transportit detar të gazit të lëngshëm natyror rus dhe është ndër aktorët më të mëdhenj global në këtë fushë, duke konkuruar me Japoninë, Kinën dhe Shtetet e Bashkuara. Paketa e BE-s ndaj Rusisë e vendos në listën e sanksioneve 94 institucione financiare ruse, si dhe bursën e Moskës. Pas miratimit të paketës, ku nevojitet zëri i të gjithë shteteve anëtare të BE, institucionet financiare ruse do t'i nënshtrohen plotësisht masave ndëshkuese, që përfshin ngrirjen e aseteve, ndalimin e udhëtimeve dhe kufizime për transaksionet financiare.